mëngjes, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Sot kemi një ditë tjetër kotë. Se do thoni ju? Sepse kemi prapë për të bërë një vaksinë sot. Janë 6 muaj e 2 javë dhe nuk jam e sigurt çfarë vaksine është kjo, po do ta shikojmë se patjetër kemi këtu librin e babyt dhe këtu kemi certifikatën e vaksinimit. Kështu që do pyes doktoreshën. Jemi 10 minuta para, që t'jemi 5 minuta para për të shkuar atje. Po marr Kianin tani. Pyetje kam për të gjitha ju mamat. Kur çoni fëmijët të vaksinohen, kush qan më shumë? Ju? Apo baby? Një herë Kiani ka qarë shumë, po shumë. Kurse herën e fundit që isha me Shtefanin, jo dhe aq shumë, shqyqyr Zotit. Jam veshur çik holl tani për mëngjes, por besoj dita jo do ide bukur si dje. Dhe dje kam qenë me krah të shkurtra. Kam një xheke në makinë patjetër. Në fakt njerëz, u mërzita shumë javën e kaluar, sepse ne kishim takimin javën e kaluar dhe nuk e di se si më doli nga mendja. U ndjeva një mama jo e përgjegjshme, por nuk e di. Thjesht u fshi. Sikur mos kishte ekzistuar. E kur më merr në telefon pasaj doktoresha që a jeni rrugës se Kiani ka vaksinën sot. Ua. Qa gënjeshtër të shpikja, sepse ishte ajo përgjegjshmëria ime, po gjë që ndodh. Sepse të jesh mami duhet të mendosh për 1000 gjëra njëkohësisht. E ndonjëherë nuk funksionon. Nuk duhet të jetë normale, por është normale që ndodh. Kështu që pas një javë na dhanë takimin tjetër dhe nuk është se ka ndonjë gjë shumë të madhe për një javë vonese. Që sot jam 10 minuta para. Ose nuk vi, ose vi 10 minuta para. Me Kian? Mami jot kështu. Mora çantën, mora djalën, çantën tjetër. Shkoj dhe shpresoj që çdo që të shkoj mirë. Kam akoma shumë nevojë për praktik. Isha te doktori dhe nuk kisha marrë kartën e sigurimit. Gjithsesi unë mendoja që karta e sigurimit nuk kishte nevojë të ishte gjithmonë me vete, sepse kur kam qenë për shembull tek ginekologja ime, ato e kishin mirë dhe s'ka nevojë që ta kisha. Kurse këtu, duke qenë se është 3 mujori tjetër, pra si thonë qerek viti i dytë, sepse prill. E donin. Tani duhet shkoj në shtëpi, ta marr dhe kam takim prapë pas gjysmë ore. Unë shtëpinë këtu e kam 5 minuta larg me makinë, kështu që po imagjino tani në 4x4 duhet të ngjitem njëherë me Kianin lart, të zbres prapë. Domethënë kam nevojë akoma për shumë praktik. Unë nuk e marr ekstra kartat me vete, se kam frikë i humb. Edhe voilà, shkoj dhe njerë në shtëpi. Erdha në shtëpi, mora protofolin e kartave. Këtë e mbaj ekstra larg, sepse unë kam humbur kaq shumë gjëra kohë fundit, sa që kam frikë. Dhe me qënë se erdha Kian, mori mami këtë. Se kështë arruar mami kapelen tënde. Kapelen! Ha! Mora dhe syzet. Tani jemi gati, shkoj dhe njërë të doktori. Ku e ke lodrën? Ku e ke lodrën? Bravo! Bravo! Të kanë të këmba. Na. Na. Bravo! Shkoj dhe njërë të doktori. Unë të shkoj tani atje, le të jem herët, do rrita pres në dhoma e pritjes se
s'kam nerva të stresojmë edhe njerë, kuptoni? Është... Nuk e di, po nuk jam shumë mirë në këtë punën e takimeve, nuk jam bërë akoma Gjermane sa shduhet, me thënë drejtën, të rrim shtrembar e të flasim drejt. E kështu më njerëz. Si jeni ju mamat me humbjet, me harresat? Jam e vetmja që i bëj këto gabime, apo kanë shoqe aty ashtë? Kiani po luan me një flutur që ja ka bërë një vajzë dhurat nga Malta që na ndiqte, Ornelda, nëse do ta shikoj Ornelda. Ornelda, fal. Nëse do ta shikosh këtë videon, të përshëndesim shumë dhe të falenderojmë shumë për dhuratën, sepse është dhurata, një ndër dhuratat e preferuara të Kianit, sepse nga njëra anë është kështu si rrëke që lëviz dhe bën zhurmë, e nga ana tjetër është kështu, për të kafshuar për dhëmbët. Këtë gjaxhi këtu, shumë keq për të parkuar, po hajtë mos se është i vjetër tani s'ka vëllë. Shkëve një të doktori. Pastaj të takoj një shoqen time në qytet. Si duke me këto syze njerëz thoni, ha. Si ato të ferma VIP, keni parasysh? Tëra këto që mbajnë syze në për shtëpi, kështu me syze flen, me syze han, me syze lahen. Edhe unë në kështu, po ndihem duke nga makinë me syze. Sa po arritëm. Duhet ta zhvesh Kiani vetëm tek pjesa poshtë, sepse vaksina do t'i bëhet tek shalka. Kështu që mami do qaj pak sot, po s'kemi qarë bëjmë. Do qaj pak, po s'kemi qarë bëjmë të shi. Si thua? Ka heqim gjeken, edhe pantalonka dhe dorim vetëm e badi. Okej. Shpirti më falë. Falë, por është vetëm për të mirën tënde. Dollëm nga doktoresh, zoti ma, sot Kiani nuk ka qarë fare. Një sekund sa bëri gjelporën dhe nuk ka u lëriti, apo bëri drama të gjithmonë, do me thënë ishte sot, unë mua bita, sa ja bëri ajo dhe unë tash, çdo që mirë mami, çdo që mirë, ku shohë. Super. Gjatë rrugës këtu, e zuri gjumi, unë në fakt doja që ti ta ushqeja dhe ta zinte gjumi këtu që të kisha kohë me shoqen time të pinim kafe në qetësi. Mirë po ai fjeti rrugës dhe unë e nxora nga maksikozi, nga ajo mbajtja e makinës, te karroca e madhe. Qavi vetëm, nuk qavi bëri një kështu. Pas të leti prapë, o zoti madh jam shumë e lumtur sot dhe shumë e fat. Kemi ardhur në një bar të bukur, unë po pres shoqen time. Shkuam njërë në një kafe tjetër, mirë po ati ishte plot dhe unë pash këtë kafe këtu që nga shumë e bukur. Ja do t'ja u tregoj, pas ka dhe për fëmijë këndin që nga shumë lezetshme. Shkoni t'ja u tregoj. Ju që jetoni në Trierë dhe jeni me fëmijë, ja gjeta edhe një kafe tjetër që ka një cep për fëmijë të pakta. Shikoni ja aty. Ka libra për të vizatuar, ka libra të bukur, ka kështu për të rrotulluar për fëmijët. Edhe ich warte auf meine Freundin. Alles gut. Danke. Që nga bukur dekori, shikoni kjo këtu. Është kjo Porta Nigra apo ndonjë pjesë e Romës, nuk e di. Shumë bukur që nga. Shikoni. Quhet Kolamans dhe pas ka menu fikse. Kështu duket gjithë vendi. Kiani po fle. Probier das Lipton? Also in diese Früchte Schnulli? Mbarua me shoqen time Katrin
Djalin e zëri gjumin në makinë, kështu që unë ndalova në një kafe tjetër derisa ai u zgjua, sepse për ta ngjitur në katë të katërt nuk e kisha mundësinë, nga që e dija shumë mirë që do zgjohej. Tani do shkojmë në supermarket të blejmë disa gjëra, sepse dje kur u takova me një shoqen time, ky djali im u çmend mbas panxharit, edhe po shkoj të blej panxhar. Sepse hapte gojën, nuk e di, domethënë sikur ta kishte me pul, ndërkohë që mua ma mbyll gojën dhe unë dua t'ja vë fajin që s'kam bler panxhar, jo se aftësitë mia të gatimit janë aq të këqija sa ky nuk ma ha ushqimin dhe Brunës ja hëngri. Kështu që shkojmë blejmë panxharin ta provojmë. Edhe lule lakër do blejmë sot, edhe mish të grirë, sepse mishin e grirë kam për ta gatuar për një recetën tonë. Mbasi të mbarojmë këto, do blejmë edhe çfarë do blejmë? Do blejmë paracetamol, sepse nëse djali do t'y vi temperatura, deri tani çdo gjë duket mirë, ai është në humor shumë të mirë, ka pirë qumësht, është ulur tu për t'ja u tregoj sa mirë që rri. Ja. Rri këtu dhe ne do shkojmë të blejmë, ky e shijon diellin me kapele, bravo Kim. Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. E fillova prap videon këtu nga makina, sepse nuk e di njerëz, doja që ta filloja në shtëpi. Që kur jam bërë mami, nuk e di se ku e kam mendjen, kam 1000 gjëra në mendje dhe gjithmonë harroj. E kam vetëm unë këtë problem, si jeni ju mamat me kujtesën, haresën. E rëndësishme për mua është mos të harroj gjërat e djalit, jo po krem dielli, jo po kam marrë një xheke me vete, jo po nëse do bëhet pisi kam të gjitha gjërat me vete. Kupton, është edhe harroj gjërat që kisha në mendje, si për shembull tani nisja video në shtëpi, kështu që më falni, shumica e videove të mia tani nis në makinë, po këtu kam atë minutën për vete se Kiani ulet në tek Sexolinoja e vet, edhe të paktën më lë 2 minuta të qetë. Shëndet mami. Doli dielli ndaj. Si të po shikoni nga videoja, unë edhe djali do shkojmë në një udhëtim bashkë, të fillojmë të bëjmë kujtime me mamin. Mendova që të shkoja në një fundjavë me djalin në Itali. Stefani është në një panajër pune, në një udhëtim pune dhe ka për të ikur tërë fundjavën, kështu që mendova pse të ri në shtëpi, se tërkosh në shtëpi dhe akoma nuk kam shumë kohë, edhe 3 muaj kam leje prindërimi, kështu që pse jo mos ta shijoj. Dhe siç po shikoni nga videoja, sot është dita që do bëhemi gati. Unë po gjithmonë kur shkoj në udhëtime kam shumë fiksim që ta lësh shtëpinë të pastër, të rregullt. Kur fleti Kian sot, vura lavatricen, nxora plerat e letrës, nxora plerat e plastikës, mora të gjitha këto shishet që ne këtu në Gjermani i kthejmë brap, sepse kanë këtë fant quhet, pra këtë 25 cent, paka shumë, që kur e blen në supermarket shishen kushton 25 cent më shumë dhe kur e kthen t'i japin 25 cent. Për e rëndësishme nuk është vetëm ky 25 centi, është pikërisht fakti që duhet t'i heqim nga shtëpia, sepse ishte bërë shtëpia katastrofë, kështu që i mbledhin të gjitha këto bidonat, ishin mbushur ja 2 thesa, jo po çapin Stefani, të gjitha janë të Stefanit, bir, kola, Sprite, sepse unë pi vetëm ujë për momentin që nga shtatzania nuk arri dot, më ka ndryshuar shihet dhe vetëm ujë, ose ujë çesme ose ujë të bler. Por ujin e blejmë në Luksemburg, kështu që në Luksemburg nuk funksionon kjo pjesa e fantit dhe të gjitha çfarë unë do të çoj tani janë të Stefanit. Njerëz më thoni pse duhet i çoj unë kur janë të tjerë. Po ja kërkova, i thash, shiko, ço këto, nxirr plerat e letrës, mirë më tha mua. Paktë nuk thot jo. Mirë më tha dhe mira e ti, harrovi dhe ai, si duket edhe truri babit është me harresa. Dhe nuk i çovi, kështu që unë dua që ta lësh shtëpinë gati kur t'ikin në Itali dhe i ka marrë me vete, shkojmë në supermarket, i çojmë. Do pim kafen, sot na vjen dhe mamia, sepse kemi çdo 2 javë për shkak që vjen kontrollon a ka shtuar djali peshë, sepse tani që fillovi me ushqimin është e rëndësishme që ta dim. A ngopet, as ngopet. Akoma Kiani është një ngrënës shumë i keq, gjithsesi, le të bëhemi gati për një Itali, mbasi do blej ndonjë gjë që më duhet. Mendoj që i kam të gjitha, por se
se di, mbase do nxjerrë edhe veçit sa të marrim me vete, kështu që në këtë video e kemi plot e për plot. Sa po arritëm te kafja, i thuam të gjitha bidonkat që duheshin, edhe tani porosita dhe diçka për të ngrënë, se s'kam ngrënë fare mëngjes. Dhe gjëja e parë duhet të lyejmë djalit me krem, se nuk e kam bërë në shtëpi dhe që ka shumë diell. Oj. Po si vjen një mami, shiko sa mirë. Shiko sa mirë, po prapë ta lyej pak. Sot ma kishte atje tek supermarketi ku ishe disa karroca që vendosesh edhe fëmija atje, kështu si në karrige, u kënaqëm ne duke parë se si mami fuste bidonkat atje. Shumë që lëviz tani. Ta vem dhe kapelen tani. Jo te goja. Danke. Ja, ich finde wir einen Platz, danke. Tani do ta lejmë namin të hajbuk apo jo? Ta lejmë namin të hajbuk. Do pak buk. Si shikon ushimin. Ciao. Bravo! Tani ullu, nuk do të ulesh. Ullu. Bravo! Ciao! Bravo! Si që gëzot. Sa po këthyem në shtëpi, pivëm kafen, hëngrëm buk. Si mi ka bërë flokët o zotin. Hëngrëm kungull, jemi bërë komplet nga body me kungull, nuk kisha mundësi që të xhiroja se kisha dhe mamin, po sot hëngrëm kungull me pastinake dhe kur zjeva e preva ca copa që ti kishte për në dorë, dhe pjesën tjetër e bëra pure dhe i hodha vetëm 2 pika vaj ulliri. Marrëveç. Tani për pak Jani do bëj një sy gjumë, dhe nëse do më lerë mua, unë do ju tregoj se çfarë do marr me vete në Itali. Do shkojmë në Itali. Më qesh. Do shkojmë në Itali. Hajde. Si thash, nuk bleva gjë, ose më ka lyer komplet. Dhe Shtefani kur të vi do na sjellin ndonjë gjë për të ngrënë. Do kemi edhe shokët sot të ftuar. Kam blerë edhe disa gjëra të reja, edhe për vete edhe për Kianin, do t'ja u tregoj sa po të flej ky që të kem kohë, nëse do flej. Është ora 4 e pak e mëngjesit. Dje nuk ja dola dot që të filmoja sepse u zgjua Kian. Kështu që përfitova, thash ok, mund ta bëj edhe në mëngjes këtë punë. Mirë, po tani Kiani po fle dhe mua më doli qumi nga që e ushqeva dhe thash ok. Po sikur ta mbaroj unë të paktën t'i fus rrobat në çantë. Gjendja këtu është skandal, me thënë të drejtën më deri shumë kohë të përgatisja gjërat e Kian, se sa të vjen. Dhe disa gjërat të Kian janë prap lart. Sepse I kam larë. Gjithsesi, nuk kam ndërmend të shkoj tani në Papa Fingo, kështu që po bëj këto gjërat këtu. T'i bëj gati dhe pretendova ok të marrë vetëm një çantë që mos kem shumë gjëra.
Mirë po, nuk e di nëse dhe gjërat e mia dhe gjërat e Kianit do futen në çantë, sepse patjetër mami do të marrë dhe kapele. Kështu që nuk e di. Por, hajde po ju tregoj se çfarë do marr. Po ju tregoj një gjendje. Kam bërë gati veshjet për shtu. Ja. Tesën me syse. Dhe këto janë të mijat. Këtë mjatë çantë shpine që më kam mbetur, unë duhet të bëj njërë check-inin. Check-inin s'kam bërë. Dhe është nga që e lash për në fund, sepse nuk e dija që do shkoja apo nuk do shkoja. Jemi në këtë gjendje, gjithsesi. Atëherë, për veten time. Outfiti kryesor është kjo tip trikoja me mëngë të shkurtra, me këtë fundin jeans, që këtë e bleva, si thash, bleva disa gjëra për në Itali. Ka një të qarë këtu. Kam bler thjesht për këtë udhëtim. Me një bal çizma kështu cowboy-ja. Unë mbush çanta. Sepse për shumë i madhe, apo ta marrë me vete. Edhe me një kapele. Kjo është veshja e parë. Pastaj veshja e dytë, një pal pantallona lino të bardha. Të jetë ngrohtë atje tani isha, nuk na bën ndonjë surprizë, po ufto të shkojmë të blem ndonjë gjë, se do dorim të vdesim. Me këtë bluzkën e thjeshtë në ngjyrën e barit dhe kapelen po ashtu që i shkon outfitit. Dhe një veshje e tretë është kjo kanatier ka këtu jeans që lidhet këtu para me pantallona të bardha. Me kapele. Vetëm me kapele më mbush çanta më. Nuk besoj se doja dalë që të marrë vetëm një. Çantë, vetëm një çantë. Pastaj normale që të marrë edhe rip për pantallonat e bardha, rip nga ky këtu për fundin jeans. Kështu, këtë ripin këtu, qa e duam? Ta marrë ta kemë. Këto janë pra veshjet e mia, po mendoja pastaj vetëm që ta kem mbase do ulem aty te rëra me djalin dhe të marrë edhe këtë fustanin veror të Zara, se kam veshur atëherë vetëm kur kam qenë shtatzën. Edhe kjo nuk se shumë vend, po do ta marrë vetëm nëse kam vend. Tani për djalin. Të përpiqemi të minimizojmë pak gjërat. I kam bërë veshjet gati, bati, gjinse, jakore, kapele, po mendoj ose këtë gjinsin, ose edhe kjo këtu, sepse i shkon në outfiti duke qenë se ka këtë blon. Kështu që do ta mendoj. Ti bëj gati kështu që ti kem veshje, e vendos batin këtu. Vendos pantallonkat. Kapelen. Jakoren. I bëjmë kështu. E rrotullojmë. Dhe e kam veshjen kështu. Një.
Veshja e dytë janë këto pantallonkat me jeshile me vija të vdesën. Po marrë disa badi me kratë shkurtra, kam dhe badi me kratë gjata, po për më doja këtë këtu ta kombinoja bashkë, se kombinoj shumë mirë jeshile me të bardhë. Po më ndoja të shkoj me këtë jakoren, se kombinojnë ngjyrat, po prit të shkojmë pas edhe një tjetër, apo më jashka. Të shkoj me këtë se është me e bukur, dhe është jeshile me këtë do shkoj. Jakoren. Sepse kjanit po i dalin dhëmbët dhe pa tjetër që i thonë, jarga viset, jarga vohet, jarga vitet. Jarga vitet, jali. Ta marrim për një foto këto, si dhe të shkojnë pashtu me outfitin. Kurse për kapele do vendosim këto të bardhën që e kemi dhe me një outfit tjetër, por ja po vendosim këto. Veshja e tretë, do shkojmë prapë një palë pantallonka me këto me vija dhe me këtë batin këtu që i kombinon pantallonkat shumë mirë. Do jetë 22 gradë. Kështu që besoj do jetë për të veshur gjëra të me kratë të shkurtra, por patjetër që do kemi dhe xheke ose këmisha sipër që t'i hedhë djali. Por në fund do t'i shikoj si qysh tek. Kjo këtu është jakorja, që do ketë për këtë outfit. Dhe po më doja të shkoja me këtë kapelen këtu, i shkon shumë kjanit. Mirë, po kapelen nuk e mbledh dot këtu me veshjet, kështu që po mbledh vetëm veshje. U bën 3 veshje. Duhet të vendosë, se s'mund të marrë shumë veshje dhe nuk është se më duhen. Në base të mërë pastaj vetëm disa badi dhe disa streqe që t'i kem që të thuash për çdo kohë. Veshja tjetër janë këto pantallonkat, janë super të rehatshme. Marrim këtë bluzën blu, apo parim ndonjë badi tjetër. Okej. Blu, sepse portokallia me blu në shkon, por po fus edhe një me kratë gjata, sepse nuk jam e sigurt për kratë shkurtra, kështu që po e marr të dyja në këtë veshje se një badi nuk është se ka merr shumë vend. Kjo është jakorja. E di që kjo do i shkonte më shumë me veshjen, por kjo është më e lehtë dhe më pranverore. Dhe besoj është më okej që ta marr këtë. Marrë të dyja. Ja, shikoni, të vetja ime e dia, do marrë këtë, të kjani. Okej, po, këto të marrë dhe të veshjen e bukur. Për sa i përket rrugës, do veshim këto pantallonka tuta, edhe këto janë super të rehatshme. Do veshim këtë badin, sepse këtu nuk është aq nxehtë me kratë gjata. Dhe për t'i bërë një foto për rrugës kemi këto syzet që i kombinojnë në badit. Kurse jakorja është kjo që kombinon me pantallonkat. Kështu që këto do i veshim tani. Okej, këto ishin veshjet. Dhe përveç këtyre thash, është një veshje që është tamam vibe italiane, që janë këto këpuckat e bardha, kjo kapele e bardha, pantallonka të shkurtra dhe një këmishë. Atë do ta marrim patjetër, sepse nuk e di, dua t'ja vesh patjetër djalin atje. Edhe kaq të markianit, edhe një 2-3 badi rezervë që t'i ketë nëse bën kakën. Këtë nuk e kuptoj pse më thotë, do ta veshim tani. Edhe më duhet që të bëjmë gati edhe çorapkat. Këto që do marr tani janë gjëra më e rëndësishme për mua, se të tjerat rroba gjëra i blej. Atë gjë më e rëndësishme është kjo shtresa këtu, që ka edhe një shtresë brenda që kam për të ndërruar djalin. Okej, po marr edhe një, se më kam ardhi, po marr edhe një shtresë ekstra, se nëse për shumë ma bëm pisa të shtresën dhe s'kam tjetër. Keme vete. Okej, një shtres. Kam marrë 2 pampersa
për të notuar, nuk besoj se do hym në ujë, por mbase hoteli ka ndonjë pishinë ndonjë gjë, kështu që pse jo mos ta provoj me djalin nëse do më duhen, se 2 copë nuk më përshin punë. Po marr 10 bebelina për 2 ditë, 5 bebelina në ditë. Janë super mjaftueshëm për djalin, por nëse do duhen më shumë, mund të blejmë atje, do blejmë pampersa, se dhe pampersa ja kemi provuar, nuk i bëjnë alergji. Po marr këtë letrën e lagur, por mendoja të merr edhe këtë të njëjtën. Por nëse do më duhet të ble dhe një të lagur atje, ose po marr këtë të madhe, këtë po futet çanta ime personale që ta kem për rrugës, po marr disa vatina për t'i tharë lëkurën. Okej. Dhe gjërat e tjera pasaj që po ashtu janë shumë të rëndësishme për një t'i fut një fat. Dhe me thënë të kjo ndërresa që i kanë gati, po fut edhe këtu, këtu po i fut këto, letrën e vogël. Shikon? Voilà. Letrën e vogël, 2-3 të tilla. Dhe po fut dhe 2 bebelina që t'i kem për rrugës këto, që ta ndërroj kianin, po që se bëhet pis. Kam dhe gjithmonë një veshje rezervë që është një body dhe streqe zakonisht, se këto ja vesh më kollaj tjetë mundur, por nuk e dia i bëjnë këto streqet ati më tani, del të shkëqen në më kam. Edhe këtë, e kam shumë herë më kollaj të marrë me vete, sa të marrë të çantën e ndërrimit. Po i vendos në një litë se flokët që mos hapet. Voilà. Gjëja po ashtu super rëndësishme janë medikamentet dhe kremrat. Atëherë. Një krem nëse do vritet, ku dëgjon, plak, bla bla bla. Krem për fytyrën. Locion për trupin. Krem për diellin. Krem për dhëmbët. Paracetamolin se do ketë ndonjë dhimbje ose ndonjë temperaturë, se i ka gati dhëmbët ose nuk e lidhem. Okej, këto po e fus këtu. Dhe kjo këtu është për shembull me supposto me një kymari, nuk e di çfarë është në shqip, duhet ta shikoj, por është një këtë të diellit po e lë jashtë që të lyhet djalin. Është si thua është një erës që e ndihmon bebin për shembull kur ka që nuk del dot jashtë. Kam gjithashtu termometrin, por që e kam në dhomën ku po flekia një tani dhe nuk e kërkoj dot. Dhe është edhe një vaj që ja bëj këtu për faqet, për dhëmbët që merret nga lëkura. Kështu, këto i futa këtu, gjërat e tjera të pampersat do t'i futet kjo këtu dhe e di që i kam. Dhe këto janë gjërat më kryesore, plus pasaportën, gjërat e tjera, po ato patjetër që do t'i marr në fund. Po i futet këtu në çantë. Dhe të shojmë nëse ka një zë, apo jo. Atë pjesën që do ndërrohet djali, po e le më vete që ta ke më vete. Okej. Kremin e diellit për mua. Dezinfektues për rrugës, për në avion, po e le dhe këtë jashtë. Pasaj normale do shkoj për vete për të marrë ndonjë make-up sa më pak, se tani nuk lejmë dot se Kiani mua më hapshon për kohës në fytyrë. Fushën e dhëmbëve, edhe ndonjë bijuteri, edhe janë të fut në çanta provoj. Të shkoj të lajem, të jem gati e larë, me qenë se Kiani po flet, patjetër se ora 5. Ta sistemoj një cikë dhe omën këtu, të mendoj qa do vesh për vete, po do ja u tregoj të gjitha,
Po e rëndësishme është që tani do shkoj të lahem. Çfarë do që unë kam mbetur pa futur, do përpiqem ta full në një çantë krau që mos të marr dy që e tham, çanta shpine, unë të gjitha rrobat e mia, rrobat e Kianit, këto të ndërimit kam futur këtu. Çfarë nuk kam futur tani janë kapelet. Edhe këto që do ta mbaj në karrocë këtu. Do ta mbaj në karrocë sepse nëse do më duhet ta ndroj djalin rrugës. Kështu. Me qenë se djali po fle, e dëgjoni muzikën sepse kjo është rutina jonë, unë po përfundoj çdo gjë dhe për çantë krau do marr këtë çantën këtu sepse dhe më nxjerr shumë gjëra, ka dhe zinxhir dhe është e bukur fikso për Italinë e bleva, edhe kjo është një ndër gjërat që bleva për në Itali, që doja t'ju tregoja. Shikoni? Dhe isha më nxjerr gjërat që kam tani. Çfarë më do fut tjetër te kjo çanta? Çanta e kurisit. Në një fuqën dhe pastës është shumë e rëndësishme. Mund të harroj e rëndësishme. Mund të blej edhe në Itali, edhe po harrova sepse është në një tragjedi, po me që i bleva fiks për këtë punë, pse t'i harroj. Tani problemin e kemi te këto këpucët, kapelet, po i fut mirë këto çizma, të pështetën mirë që kisha marrë çizma, po dua patjetër t'i vesh atje, unë e zgjuara. Nejse, do ta provojmë, mbas edhe më nxjerr. Atëherë kapele dy të mia, për t'ja hequr në etiketën kësaj. Do t'i përthyej tani se s'kam si i marr. Edhe dy të Kianit. Neve të shkoj me kapele, me pasi. Këtu mund të vendos edhe i futa unë ato. Po, gjëra të Kianit i futa. I futa edhe këto make-upet. Po këtë duhet ta kap mirë se duhet e mbyllë. Po përpiqem ta futet çanta e kurizit që mos kem shumë gjëra të rënda te çanta e krau, se te çanta e kurizit mund të mbaj më shumë. Ma patjetër se duam dhe kështu në. Do bëjmë dhe flokët një tani. Si? Nuk e kam idenë kur shesja. E vetë. Sa shumë e vrasë mund t'jen dhe unë. Futemi këtu si që është. Te kjo çanta kam akoma edhe pak më, po jo, kjo nuk e mbyll, ka mendova se kishte xhep. Nuk paska. Kot nuk marra të tjetrën pastaj. Këtë të bijuterit, ose këtë do të fus këtu anash. Këtë këtu do ta marr te karroci, është kjo e ndërimit të Kianit. Patjetër që do marr dy palsyze. Do marr këto, edhe një pak të zeza. Po i fus këto edhe ato se të tjera i fus këtu, në nxehtë të dyja. Telefonin, kamerën, karikusin, pasaportën, edhe jam gati. Djali po fle, po sistemoj një çik shtëpinë që mos ta lë katastrofë, po mendoja njëherë të merrja edhe këtë fustanin, po këtë do ta vesh me Shtefanin kur t'jem diku bukur bykur. Edhe kështu që po e le. Rroba për gjumë kam marr, për djalin për gjumë kam marr. Jemi okay. Do shkoj të marr dhe lek, kam disa lek të printuara këtu, se nuk e di ku mund t'jetë banka në Itali, më thash, kështu që do i marr në kulet. Në kulet kam pastaj vetëm vizën, kartën e bankës për çdo gjë nëse më duhet të tërheq dhe patentën nëse më duhet, po siç thash unë nuk do marr makinë sepse aeroporti është afër dhe dua që ta shijoj me djalin, jo të kem stres në makinë dhe në Itali kur kam qenë me Shtefanin nuk më ka pëlqyer fare se si ngasin makinën, kështu që nuk dua ta marr rrezikun. Marrim dhe lodrat e djalit. O tjetër çka po mendoja. Mendoja ta merrja edhe këtë batanien e vogël të djalit, po do ta marr. E lë te karroca.
që të shtrihet për shembull në rër djali me këtë këtu. Kështu që po, do ta marr me vete. Edhe këtë, edhe një batani tjetër. Do marr këtë batanie këtu, se është e preferuara e djalit, dhe këto do t'i lën karrocë, kështu që nuk është se më rëndojnë. Jemi gati, unë jam veshur. Prit, t'ja u tregoj që të vesh. Ose dhe u tregoj komplet kur të jetë djali zgjuar që do dalim. Pasi të zgjohet djali, do shkojmë njërë të blejmë disa ushqime për mackat, sepse dhe Stefani nuk është në shtëpi që u kam thënë dhe nuk duam që mackat i lën pa ushqim. Dhe unë po sistemoj një cik shtëpinë, po sistemoj një cik dhomën e gjumit. Jam shumë nervoze që do shkoj vetë me djalin, por besoj që do na bëj të dyve shumë mirë. Mezi po pres. Jemi gati! Shikoni, ja ku jemi. Tani të nisemi të blejmë ushqim për Luk. Mos do të pim ndonjë kafe për qefin tonë dhe në orën 12 do nisemi për në aeroport.